Edhe një pyetje të fundit kam zoti Spahiu për të fokusuar pak tek partitë opozitare, LDK në kryesin që do të mbledhjen e kryesisë që zhvillohet sot, cakton Lumira Dixhikun si kandidat për kryeministër dhe po ashtu PDK me kryetar zotin Bedri Hamza. Dy parti më të vjetrat, të mëdhat, nëse do të mëdhat në sensin e antarësisë së tyre, parti tradicionale, por që tashmë kanë përfunduar në vend të dytë dhe të tretë, të paktën në dy zgjedhjet e fundit, 2021-2025. Përse? Çfarë ndodh me këto dy forca politike? Po thash e para, domethënë që Albin Kurti LDK ra që nga vdekja e presidentit Rugova, liderit dhe themeluesit të saj, koalicioni i saj me PDK-n pas vdekjes së Rugovës e shkërmoqi atë dhe së tepërmi. Ndërkohë që PDK po ashtu pas shkurjes së themeluesve të saj në Hagë i ndodhi po e njëjta gjë dhe i erdhi radha Albin Kurtit. Tani, ne do të kemi një garë ku kandidatët për kryeministër do të jenë po të njëjtët, siç ata që ishin me nënt Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumira Dixhiku, Ramush Haradinaj dhe kryqë e gjithë kjo nuk tregon se do të ketë ndryshime. Mund të ketë ndryshime në fuqinë e këtyre, po mendoj pak a shumë në disa deputet, më pak ose më shumë, por jo edhe në një përmbysje. E qartë. Do me thënë, për të treja partitë opozitare, vlen ky koment. PDK, LDK, AK. Po, do më ndoshta përmbysja mund të ndodhte në rast do të kishim një garë interesante, sikur të tri partitë të bënin një koalicion parazgjedhor, edhe të caktonin një kandidat të vetëm për kryeministër dhe pastaj të shkohet në garë. Kjo do ta bënte garën interesante dhe edhe do të mund të prisnim ndonjë ndryshim. Por është çështje emrash zotit Spahiu apo çështje partie? Për opozitën. Çështja e partije. Problemi është që shikoni, vetëvendosje në thelb, kryesia e vetëvendosjes është ideologjikisht pranë PDK-s. Domethënë kanë të njëjtën bazë ideologjike, por antarësia e vetëvendosjes është e marrur nga LDK-ja. Shumica baza e vetëvendosjes është nga filozofia politike e LDK-s. Dhe prandaj kjo ka bërë të mundur të ngërshim politik për shkakun që LDK-s nuk i levërdiste të bëj as koalicion me PDK-n, sepse nëse të bënte koalicion me PDK-n, atëherë Albin Kurti do të marrte gjithë antarësinë e saj, dhe do të ngeleshin, domethënë, shumë pak. Edhe as me vetëvendosjen për shkakun që thjesht është një parti e cila i ka marrë elektorat, edhe që është treguar më energjike se sa vetëvendosje. Kurse në anën tjetër, PDK-s dhe LDK vetëvendosjes nuk i lëvërdis të bën koalicion me PDK-n për shkakun që shumica e antarësisë së saj janë LDK. Dhe në momentin që ai do të bënte koalicion me PDK-n vetëvendosja, antarësia do ikte do shkonte drejt LDK-s. Dhe në këtë loj nervash se kush do të ngrën karremin i parë, kush do të bëjë hapën e gabuar, ne kemi ngelur në ngërsh politik deri në këtë moment. Por ajo çfarë kanë mundur ta bëjnë pavarësisht këtyre lojrave, duke mos e dëmtuar interesin as pak interesin partijak, është thjesht që në momentin që konstituan parlamentin të merreshin vesh ashtu siç ishin, domethënë me një qeveri në detyrë të meratonin marrëveshje ndërkombëtare, të meratonin buxhetin për vitin e ardhshëm, të merreshin vesh për ta ndryshuar kushtetutën rreth mënyrës së zgjedhjes së presidentit dhe kësaj ta eliminonin ngërçin në të ardhmen dhe kjo lufta politike pastaj do të vazhdonte përsëri në mes të këtyre forca politike se kush do të marrë qeverinë. Por
ata nuk treguan fare kujdes as edhe për këtë gjë, domethënë sepse thjesht ka një mungesë patriotizmi në Kosovë, një mungesë jashtëzakonisht të tepruar, siç ka në Shqipëri, por në Kosovë ka mungesë patriotizmi akoma më shumë. Ju falenderoj shumë zoti Spahiu për bisedën dhe për kohën tuaj. Çdo të mirë, ishte kënaqësi.